Sot jam Lezhë, tek vendlinja e eme, edhe duke taku një mikun tem, kuzhinier, koleg dhe shumë kreativ. Shef Fredi, jari bëjmë telefonat. Shef Fredi. Alo? Për kam, a je mirë? Si e shef, qa bondi? Iq, për zotin, si t'ka shoku? Mirë, lo, punë mirë. Barë që vesh, nuk duhet muqa. Unë jem të arë nga ti sot, ta kam bërë surprizë, edhe zakonisht ku shkon tek shefat, gatuin shefat për mësafirin, ata ndryshojmë sot, gatuin për ty? Ti gjithmonë ke qenë i tip rebeli, 5 gjithë shef. Hajde, për takohen shumë shpejt, falenderit. Hajde, dhe shpejt, Pas. Shefu Hamën, qa bone? Si të kam? Mirë. A je mirë? Si shkëm punë? Mirë. Historikisht ke qenë një person orti rebel. Pra, artist në atë botën tane, rebel në inovacion. Unë e moment kur ti e ki hapë Rapsodin, realisht kjo nuk është diçka e egzagerume, por që ki qenë gjithmonë ai që ki thuj barrierat e kreativitetit edhe standardet që janë vendos prej tejet. Jo vetëm Lezhë, po edhe në Shqipëri. Falenderit, hajde ulla. Lila, falenderit, Lila. Qëra jetë është? Kjo era kithanet. Sa në të mund? Bletë si mirëse edhe. Mirëse gjegër. Sa në thamë, në thëmë? Kyte ka bo mama. Wow. Vazhdojnë akoma në bëj mama dhe rakin për restoran. Gëzuar, a dalim sipër? Por duhet i marrim kodët me vete. E mi se erdhe, më ka pasin ti. Gjithë, që ka pas shkume molle, lezeshme dhe rehashme mbi gjitha. Të falenderojmë. Tani, unë ti kam bë gati ca produkte. Okej. Unë jam pioner i gjonave shqiptare tradicionale, po gjithsesi makaronat, unë po marrë këtë pakerin. Po. Më duket vjetja si ku bëja Ferrari kur shoh pakerin. Se kështu ku krahasim me Petkar është një ju ka që përdorën, por që kjo është fantastike, shoh që pastaj shumë gjëra të mira. Ne kemi menduar me bën sot bashkë një pakeri me kofshë që thash më parë, lule kungullit edhe ato erba cipollina, lule të qepës. Po. Ne kemi fshehur aty ato. Ja ku janë këto. Gjithë nuk hasin ashash, ne nuk hasim erba cipollina, apo qep të vogla. Kuptu ti cilësinë e barishtës. Po. Ate, mirë, a do me ti mune gjo? Po, nëse vendosat e të... Po merrem dhe punët e para në të tjetë. Në notë të nxerëm në ujë. Dakord, unë po vazhdoj me talullit dhe kungullit. Okej. Pa të punoj të unë, për shmunja. Ha? Të punoj këtej, për shmunja. Ka të duash. Okej, të marri pjatën, të pastaj talullit. A do në t'i shtoj kryp? Po, kryp gjithmonë. A do i në hanë pa... Me kryp. Gjedha me kryp, krypa me kararë. Lullet dhe kungullit pëlqejnë shumë, por... Më ka një shije fantastike. Po, por... Argjina që përdorën vetëm për t'i mbushur në shumicën e raste dhe për një skuqe. Ja, kjo është mungesë informacioni. Okej. Mungesë informacioni. Ma se thash dhe gabim, por dhe mungesë dhe kohë, sepse do dish shumë gjana... Për t'i përdorë. Unë thamë se në qoftë një kuzhinierë, nuk është fëmijë mrena, nuk është një kuzhinier i plot. Po, ashtu. Se besoj fëmijët janë ato persona që janë mendje e hapur 365 gradë. Absolutisht. Jo, dhe janë të lezeshme sepse ka në atë aromet unë i përdojnë të salatat shumë këtë lule. E do në italierë? Po, pa tjetër. Frikat i ketë syrtari dhe magji. Super. Do në duhet pasaj për të lavë të lullit e kungullit pak. Po. E do në për t'i la? Po. Një palë gërshërë në duhen për me mi prej kofshë të bërtkocë mi pastru. Po, kam të voglat. Super. Tim pun. Kam frikë se janë bërtkoca gangsterë. Ka kote në ma. Ma mirë marrim i thikë. Okej, do më një mosh pak ti heqë vetëm korrizin tyre. Okej. Një 15 cop. Po.
Atëherë, si gjithmonë, unë dali bëj gjithë kontrollin perfekt që duhet ashtu, po gjithmonë me mungon këj gjo. Është sfida. A din qa me mungon? Gjoja, krypa. S'ka që pakte në diçka nuk është vizuale. Kjo qepa është, edhe se kemi erba cipollina, prap nuk mund të rish larg qepës. Jo, Qepa, unë me thënë të drejtën qepën e ha fort, nuk e di ti si je me marrëdhënie me qepën. Pën edhe Gjithmonë kur skuqi qepë, edhe më kujton atë herët e para në kuzhinë, dhe skuqja qepës, ato lotë që dalin nga qepa janë... Po lë nga një piron për punë të prosciutot. Okej. Ti e dinë se unë Italinë kam si shtëpi e dytë. Po, është. Edhe Sigur kam unë Anglinë. si kjeti Anglinë. Dhe vetëm e gjonë që mi heq so, ëndrat e mia është bruna in Italia, se thënë drejtën ma kështu, ma rikujton. Super. Tam edhe në meze. Pa do me tërgu një histori në punë të mezës? Kisha një humorist. Edhe më thot, shafa thot, m'le pa meze. Unë isha të më që kisha sjellë bollë. Tha unë qa po të sjellë pak mish, jo meze. Edhe unë s'po kuptosha. A më thotë meze. E kisha për rakin. Po. Thot një anim ka për kraj. O shefo, si edhe do speza të ushi, do djathë, ulliz, e ka për meze rakin. Pra ne kam sjellë. Meze rakin. Do. Super. Vetëm na duhet me la ato lulet pasaj. Po, ti bëj unë? Po mujtë, po. Ale, si fillim të hapi këto. Presim të kofsh të zhaba. Me e belqen kjo emërtimi që i thënë kofsh. Kofsh. Me të kofsh. Kofsh dhe shali. A, do të heci vetëm këto, Korrizit. do i bëj kështu, e? Po. Ti heci dhe kamen? Jo, heqim vetëm këtu, edhe i ke pjesa këtej. Okej. Edhe i përdorim ta. Okej. Është interesante se bretkoca, ti di shumë mirë që ka një shije midis peshkut edhe mishit. Është e vetmja gjë që përbashkohen, domethënë, Në peshku dhe mishi? po. Nuk i kisha pa një ekip kam në shtrim. Po kjo është domethënë po të mirë syt dhe të hash bretkocën. Ti duket se ti ka hënë peshk, por që kanë ndaj afër mishit, do na është edhe mish edhe peshk, ose as mish as peshk. Jo, për i konsumoj me krejt qef, por gjithmonë kam shkuti ideja i ngjan më shumë si një kofshë pule, ikra pule. Apo e kam gabim? Ashtu është midis pulës, po ta jep edhe ndjesinë E peshku, se që ndron ujë. nga që unë e takoj rrallë peshkun edhe më jep atë. E kuptova. Të këngën që i kemë, po janë prodhim shqiptar. Këto ti sjell Nga lushnja. nga lushnja. Tu Lezhë nuk ka Lezhë në kanalet e Zodrinës. Nuk, se s'ka tani. S'ka njerëz që ti ka Okej, s'ka një sigur më dhënë. Po. në të herë. Vite mi konsumojnë shumë. Nga si të mos të skuqme. Po ta mendosh holl, kjo është më e mirë se mishi i pulës sepse është një gjë që është e rritur në natyrë. Po. Dhe nuk ka asnjë lloj ushqimit të krijuar nga njeriu. Unë kam vazhduar të punën, Fred. Po? Kam ndez një, po nuk e di nga cilin krah kam ndez. Okej. Jam old school, jam shumë me zjarr. Ashtë kjo krahit e po? Po, është super okej. Okej. Do që të nata të ngrohtë. Okej, super. Ketë pak një shpejtësi pak më të madhe. Unë zakonisht përdor ato pistilet, por që për mi bë salcë. Duke u rrit në fshat edhe me skamllik le themi, jemi mësuar me ken ekologjik pa ditë sa është trend. Duke i përdor gjanat pas një herë, sepse e bukur është kur ti rritesh në fshat, e shikon pulën edhe viçin e produktin të urrit edhe dhimbset me e hera, përveç se është kosto ka bo lek, por si thush kur ti ki prit aq kohë për i pul edhe kur e pret dhe mi përdor gjitha gjanat. Edhe kjo tek lulet e kungullit, Po? përdori to si quhet s'po vjen emri.
pistilet e lulës. Dhe të janë perfekt me bëhe salcë me ta. E kanë edhe vlerën që ushqisë. Po. Si ka qenë fillimi jote në kuzhinë? Realisht ne nuk këtu kur. Ja, kështu kemi qenë gjithë, se bën kaq shumë tragjike. Sa më shumë ta bësh dramatike, aq më shumë e bën interesante. Aq më pak njerëz duan më bëj kuzhiniera. Faktu në më herët ditën e parë le të themi kur fillova punë në kuzhinë. Kisha midis një fast foodit, fish and chips, që kisha kontakt me më shumë njerëz. Edhe në moshën teme 15 vjeç ajo ishte kryesorja. Me taku njerëz. Edhe me shku me la pjatat me i vend, me një golf club. Ditën e parë shkova të... Cila është kripa? Kripa kjo këtu. Ditën e parë që shkova të kuzhina, futëm mrena dhe kur shoh një kuzhinë të rëmuqme, me shumë persona, duke bërtit avuj, tenxhere, përplasë. Është mjaftuar? Perfekt, po, kuptoj. Salama që më kanë? E pasoj edhe Po futa mërën, si që futa, dole prapë direkt jashtë, s'ka shanse, nuk ka për mundje. Futa gabimir. Për persona që më kanë bërë ma shumë për të punu janë kërë japonezit edhe austriakët, që më kanë drejtu edhe... Në momenti parë që ke fillu, kjo ishte momenti ke pas prezentimin. Në kuzhinë kam la pjata 3 vite. Në Shqipëri apo? Në Angli, në Londër. Pastaj ke shku emigrant. Po. Si gjithë. Migrant Kjo ilegal. është brez, pra, kjo është brez. Kjo aroma qepes, po. Do isha kurios, me ditë cili është shefi i jotë që ke urruj më shumë, ose mësuesi i jotë i parë. Austriak. Se për momentin e parë si e ke marrë. Kuptim fjalë, unë kam i kuzhinjer, për shumë, sa herë e kujtohet në tjetin kohë. Se me mente sodës i mirë, në e mente atëherë ishte skandal. Ai thotë mu në atë kohë, domethënë thotë mu që masi 100 vite do më kuptosh. Nuk zgjati atë shumë, për që... Nuk prejti 100 vite, Nuk prejti 100 vite me e kuptu, për që djeta e që ata shofin diçka tek ti dhe ti se kupton mëse nëj. Vjen një moment bravo. Po ha pak e korinës, bëjt sa mjetë dhe se për aki. I pas atisë dhe pikorinën me olli. Me kam shumë super. Te bruna, Te bruna. super. Bëjmë zhura. Gjura. Atjetër duke u shku që avash. Pak verë të barë s'kemi këto. Bëjmë verë? Bëjmë thjo. Okej. Me një herë. Ashtë fajem që se kërkojnë. Ditën nuk e kemi, po kemi në telefonin. Dhe e shala si hedhin kryp që thojnë shala shefi është më mirë. Dhe a keni preferencë? Për këto se ne kemi nisë me ragi. I pysim. I pysim për të kodë. Si e kemi si do atën. Çfarë vene ke qef? Më kujtojt një dark me ambasador edhe... Ilajon. Faleminderit. E pyesin një ambasador danes. E pyesin cila është vera më mirë. Vera më mirë e bardhë. Vera më mirë e bardhë është e kuqe. E bukur kjo. Okej. Merë meze. Nësë po më hapin telefonin. Po më rikot atë dilën e Unë dilën përdojnë edhe rakin për që puna. Ja, e më për cilin bërë. Gjithën kër i bje shevi, thotë mos po i hap që do me më thanë. Okej. Shpatur ke këtu? Po deshe? Atja. Për të ku e merre kreativitetin ti që frymëzimi le të themi që ku frymëzohesh më shumë? Ultimet, rrjetet sociale të ndjek... Makinë apo... Po makinë. Unë kur heti me makinë... Ashtë frymëzimi mu? Wow! Edhe sot ku ishte do... Dila! Ardian!
Marko, të lutem, me sjell një gjys litër vend bardh. Po. Jam të studio sipër. Okej. Hajde. Hajde. Mu makina më jep frymëzime e pakun. Atëherë, para se filloj të a mund t'i bëj do shishe të vogla me domatini e mozzarella? Patjetër. Para se të lej kungullin? Uje të blu, ti hell makaronën? Pjellin, po. Këtë pjesë do ta bësh ti se kjo është pjesa jote. Zgjidh makaronën. Unë i skuqi gjithmonë makaronat edhe më duket sikur. Edhe unë para se me shku në Angli, jam dalë ja 3 muaj në Itali. Nuk e përkip ato. Po punoja në artit me ato, jo në Ja e qeni pari që bëri kontaktin me Regjepin dhe solli ato gjënit e para në Shqipëri. 2012 më ka Renea. Renea pasaj ka nëshu mënyrë si mendoj njerëzit, jo... Po, okej. A i ka dhënë dhe hapësirë, ka pas hapësirën e saj, po dhe ne nuk kemi bërë pak në Shqipëri. Jo, absolutisht. Realisht ti ke pas ke bëj punë të madhe, unë jam i binun. Blet, një gjë, ti ke qenë një parë në Shqipëri që ka shku e ka punuar për Nerën e Regjepit. Si ishte me punuar për Nerën e Regjepit, sinqerisht? Unë kam bërë stazh për ta cilësu prep të Renea, 3 vitet ndryshme nga 2-3 muaj, se kam pas mundësi. Pushimet e mia shkoja punoja pa lek. Por ka një, me thënë drejtë Renea më ka marrë, Renea Regjepi që është më i shefi i nomës për ata që nuk e njohin. Më i mirë në botë edhe që me origjinë nga Tetova, jo, nga Maqedonia, një vend e Maqedonisë. Po. Por që babën e ka pas shqiptar, nanën e ka pas daneze. Edhe ai më shpëtoi nga ajo, nga një flusk mendimesh se si çfarë të bëjmë me kuzhinën shqiptare, sepse domethënë kam punuar tani në Angli para se më artej. Edhe nuk dija se që të bëjmë me tavën e kosi për me ba moderne, para foie gras dhe para avjarit për t'i vesh një pëstanet. Renea ishte ai që, do më thënë, kur Renea rriti me vu se ti është italian, kuptohet se ke një korniz gjyshes edhe të familjes, gatimit edhe e shtekullajt për të udhëzuar për ta rregulluar atë. Ndërsa Renea me një kuzhinë daneze që nuk njifte kur. Edhe shqiptar. Po, edhe shqiptar, do thënë pul me reçel. Hajde byrëm! Hajde. A na sjell verën. Edhe ishte, për mua ka një refreskim i mendimit që kam pas në 2007 për të bërë diçka me kuzhinën shqiptare, që çeshte edhe Gomari ku i thoshe që kuzhina shqiptare do bëhet dikush në. Unë nuk e kam pas luksin, realisht, as konsumoj atë vaktin, ka ngel për çështje kohet, edhe për të mirë organizuar sepse problemi është me bënë një plan afatgjatësot për sot ne është shumë e vështirë, po e kam qef të shkoja të kaloj një mund kesh inspirim, kaloj një eksperiencë tjetër, dhe duhet, nuk e... Tani të bëjmë vetëm për vete, apo të bëjmë edhe për ato që janë jashtë kamerave? Edhe për regjinë. Edhe për regjinë. Po e dinë aty jashtë kamera e kemi vegetarian, e vetëm i mirë që konsumon një anë qoftet e marketit. Po thuj edhe kjo bërë kocë vegetariane, vetëm bara ka hanë thuj. Okej, në rregull. Paranohet. A more vesh? Me kërkun bërë kocët, jo ne. Po s'ka probleme. S'ka që. Besoj që bërë kocët do t'jenë shumë t'luntra, se është një moskato që mos gabon i kartinës saca. Super. Kemi Hippogradecin. Fantastike. Si Ka provojmë një para bërë kocëve? Po. E gëzuar. Ka njerë, e fantastike, realisht. Gjon, unë them, si duket ty Shqipëria, ose më mirë mos ta them, si duket ty Shqipëria të ana standardit të vendit? Me thënë drejtën, është pak e vështirë për të vinë të huajt, sepse nuk kemi një reputacion si produs verët. Më shumë ku i thunë për verë, thunë vera më mirë është rakia. Por që në imazhin ndërkombëtar të u kënaqen bërë kocë.
Ja, po fluturojnë. Por që ka vera, ka produs verë shumë, tani s'po më kujtojnë gjithë ato, por ka produs verë shumë mirë që realisht unë jam fan si ma i Kalmetit. Me ti është prej Lezhë, mos e shenë fan si i Kalmetit. Edhe në fakt ka një reputacion shumë mirë ndërkombëtare, domethënë me i Kalmet nuk ka bon kur. Tu ka kantina pa fund. Edhe të cazë janë shumë mirë. Kam punë duhet në kokë se kemi mbi 40 rrushna autohton shqiptarë. Kështu e kam i gjuhën unë, por që disa, në aja që mahet, si thush, krenaria di që është Kalmeti, por që... Po. Por e dije që Carmenero është një rrush shqiptar? Ja. Carmenero, atëherë, edhe unë nuk i besosha në ti, për lexova një artikull që po të thoshte që Carmenero është nana e Kabernetit, ishte marrën nga romakët në Shqipëri dhe shpërndarën gjithë botën. Kjo është nga Wikipedia shqiptare? Po, shqiptar, po, nga fiset shqiptare. Histori shqiptare pa është ndërkombëtare? Jo, kjo është histori ndërkombëtare, jo në shqiptare. Pra artikullin që kam lexuar nuk ishte shqip, ishte italisht. Okej, super. Pra, nuk është patriotizëm. Na falni, po. Nga njerëz si besoj Ishte shkrim për italian, pavarësisht se kur do të ndjek nga gazetarë shqiptarë, do thonë mirë ju dy, që do hiqni. Do ju thumoj. I lava shef. Shumë shëndur. Jo, nuk ka se janë pa atë, por që mendoj që ajo pjesa patriotike e modhe Bërë. shumë faleminderit. Mezet e reja. Ti nduket se do me bëra konsultator. Realisht. Unë përgëzoj, se kena shumë. Italianët thonë që never trust it Massimo Bottura. Po. Mëse besoj kur një kuzhinier i dobët. Ashi, unë ato e rob e admiroj. Ideja që nga një pjatën tipike italiane ka sjell në mënyrë moderne shkrimtar. Po, edhe duka kene kohajt për ta, me syj tabute italisë, me bo... Sepse aq ma e fortë që është baza kuzhinës, aq ma tepër është paragjykimi për ta ndryshu nga ba moderne. Është e vërtet. Të bërët kose për nëtojnë plumëtëra. Në tjerë. Kemi përtri se Do ishte kesh se me bëj vas kur ti me ven. Të gjithmonë është pa qumshti, nuk e di pse. Të të mushish vasën klash kur ti më qumësh. Mase se bot lëkura më but, më bardh. Si do ishte të lahesh në një vas me ven? Ven. Apo do pysim Barse. kockat? Pysim të. Para se kushton shumë, ori besoj. Tani jemi duke u afruar me salë. Okej, makaronët janë një proces e sipër. Mozzarellën që shi po i largoj. Por ti Fred, kush është shefi sfirusi i kuzhinës italiane, që përveç Boturës që njihet domethënë Massimo Bottura? Massimo Bottura që ndjek. Kam Nico Romiton. Nico Romiton. Po. Me pëlqen ajo e filozofia që ka duke përdor. Me pëlqen ideja të përdorësh një produkt se pa shtesa. Po, çdo gjë ti. Nico Romiton mos gaboj është Casa si ka lokalit, Casa Dona apo? Po, Casa Dona. Casa Dona. Ideja është ti gatuar gjithçka pa boshtesën, pa boshtesën e krypes, pa boshtesën e aciditetit, pa boshtesën e sheqerit, pa boshtesën. Pra, në një mënyrë natyrale ti kesh gjitha. Po dhe kjo më pëlqen shumë Enrico Kripa. Unë kam pas shanse me harë një herë me Andrea Pieroni të kjo Kripa. Po. Edhe për mua është i vetmi nga që ka punu me francez, me... Gjithë kanë kaluar francez, E dini. Çuditshme se kuzhinier italian gjithë të famshmit. Po. E ke kalu gardhin e oborrit duke punu me franceze, për ndryshe kishin ngel të... Po, nuk e di pse. Po shkosh edhe të Botura ka punu me atë, me qikaj, franceze. Gjithë kanë kaluar te pjesa e tyre, përse çuditshme. Po shijen e kanë ata, vetëm kanë pas nevojë pak për teknikë franceze, për ta kaluar. Po, kjo mund. Te Markezi për shembull, ai u boi famshëm dhe mos i u kthye nga Franca. Edhe Markezi? Po, edhe Markezi. Po, do më mshnosh se zvondi mu. Mezet janë për t'i bë gati. Zuar. Falë ka Bruna. Falë ka Bruna që na... Bruna gëzuar. Gëzuar. Edhe faleminderit për mezet.
Receti në cilën vit erdhi në Shqipëri? Në për 100 vjetorin e pavarësisë në 2012 që era. Vazhdon kesh në marrëdhënie. Pa. Okay. Kur kam një kështu një mik që dhe më rezervu të kaj, pavarësisht saj ato doja mbyllin në fund të sezoni fund tash shërbejnë. Ka kalu në institucion tani që bajnë konferenca që anë dhe prodhojnë produkte siç i bën ti me vite. Po luajnë me shihet ndryshme. Por që kam marrëdhënie të mira me Renen, edhe më ka bërë disa herë nere, kur tham nere është që të marrë të avëni minutë fundit ose 2 orë para ka pas raste. Wow! Për një person shumë të rëndësishëm që i kam rezervu. Pse ato, ajo 3 personazhe që kemi jetë lukë, a pak unë, përveç se kam, që do të rishtivosh minimalisht 2 muaj para. 6 muaj kanë edhe sezoni. Hapën sezonin kanë me 4 stin me sa më mendon. Në këtë moment. Kanë oqeanin, perimet dhe s'po kujtohet fiks. Nëse edhe kur hapet stina e oqeanit për shembull, që është vetëm me peshk, ta marr pak ujë atje se i sa goja për të kocave. Edhe duhet 6 muaj para për të ashtu, për të... A e gjithu? Për jetën. Mo? Edhe pak. Apo do me të marrë këtë ujë të magëron? Ajo, që... Është më mirë kjo. Super. Edhe një mirë, super. Edhe kanë 6 muaj para që të rezervohet, por që... Wow. Ku erdhin në 2012 ishte një vlerë e madhe, se vire e ne edhe ka ardhur për 2 orë me qartet privat. Se ka ardhur edhe pale. Pale, po. Disa morën ato. Është... Biles kur ja bona ftesën se isha në Danimark në atë moment, dhe ishte e fortë sepse ishim të një ani aty të pi, të bëga gallatër. Kur vi njani me pesilet ujë të mlakë, thash kush është kthej kredin Renea. Do të aq kalamo është në shpirt edhe artiste, kupton? Dhe i thash biles kryesori që i ka bë ftesën, ka kenë Artur Qani, që i morë këtë me organizimin zyrtar të Renes. Ai ma kërkoi që t'i bëja kërkesën, mësadej u bëna përmjet kryeministrit atë kohë që ishte. Edhe, po, që e vendosi aty direkt, po, të do vitë. Kryebim. Keqe me fat. E ti inspirimit, ku i merë? Unë kam inspirim shumë më nga japonezët. Aty e fusu. Po. Do më thënë, mu më pëlqen teknika japoneze që ka 2-3 produkte, që janë thjesht si në kombinim, nuk bojnë gjellë qorë në pjatë, më pëlqen ato kombinimet mesdhetare, por që teknika është gjithmonë japoneze, të pjesa e... A din që po më vjen men mu? E ke përshqy. Kur një qështë këto këngëtarë, të frejë, kë ka afrëmzu nga muzika ruse, kjo është frëmzu nga... E kemi kap në atë pikë dhe kuzhinjere i kanë të i kalu çdo lloj artisti muzikor, ju bëjmë dhe sfidë. Do ishte bukur që të bëjmë, i sfidë, edhe ta hedhim që tani, që të ftojmë. Dum 7 këngëtar çmendur në disiplinën jonë. Do zgjedhim 7 shefa të kuzhinës shqiptar, e çdo këngëtar do të ketë i pjatë. Mbas këngës që ai do interpretoj, ne do i dedikojmë i pjatë. Po, e di çka kam menduar gjithë fare se na frymëzon. Sfida është më është kjo, këngën e Gjeto Lucës. Që është Çun Mudes, imagjinoj me aknu troftës Kelimendit. Fantastike. Për Kelimendit sot ula. Ula, po. Pra, çdo këngë, sepse këngëtarët janë frymëzues, çdo këngë që bojnë ata për shembull, unë kam menduar një këngë për Fergesën Tiranëse. Sikur është Gos Tiranë jam. Po. Unë kam menduar për Fergesë Tiranëse jam, rrënjët e gjiza i kam. Ose një tekst tjetër. Nëse to i bojnë këto lloj këngësh për pjatat, imagjinoj sa kjo është patriotizmi i vërtetë, domethënë nuk është patriotizmi i këtu. Atëherë, ta lançojmë si sfidë. Ku ta bëjmë sfidën? Noizit apo? Noizit, po kush do të jetë? Noizit. Po, një këngë për tavën e Kosovës. Ne ftojmë na shkruajnë në rrjetet tona dhe në numrin e telefonit se ne njihemi, kemi fatin mirë edhe të njohim, plus e timi i ndjekum. Duam 7 këngëtar çmendur si puna jon, që cilin do i interpretojnë i këngë të tyre.
thjesht do ta dim përpara çfarë këngë, se ne do krijojmë pjatën mbas çfarë ndjesish na jep kënga. Po, kryesorja është tjeti produkt, ju kanë Dashni. për s'ka ne veon në të zedim. Po s'ka probleme. Imagjino ti një këngë të dashnie, çka kishte në me bë për shembull? Të shnijet jo të më falë të soja, po da kotu, Ravania. Në Ravani. Po ti ti këngë herë për Skënderbeun për shembull, çfarë pjatë i kishe bë? Tava koset. Pra, le të kërkojmë 7 shmendur si puna jonë, mos vendosim kufizime, dhe kjo, do të jesh i shmendur, do dalësh jashtë kufive çdo më gjoje. 7 këngëtar të shmendur, 7 guzhinjer të shmendur, secili prej nesh do interpretoj tjetrin me artin e tij. Patjetër, të bashkohen me i pikë. Edhe mund ta lançojmë një darkë të mrekullueshme në Tiranë. Patjetër. Presim shkrimet e juaja. Mos na harroni. Bedo, super ide. Fantastike. Inshallah na përgjigjen. Ku e shalla? Mos harroni, shkruni. Numri është i limituar. 7 këngëtar. Bona dhe 4 edhe unë. 7. Atëherë, ndërkohë që marrësh ti makaronë mora pak me verë. Fjalën se ta mora poshtë realisht, po duhet ta marrë edhe herë të jemi sigurt. Në masterclassin e parë që do të organizosh, duhet të më çosh fjalë. Masterclass nuk mund të jap, po cooking class, masterclass. Edhe cooking class, më quhet pak kështu, por që realisht ajo që jam duke kriju tek lokali është një formë zhvillimi idesh, një formë frymëzimit, se sa më mësu njerëz si me gatujt. Një diçka do isha kurios. Tani, mund të thënë Fredi Rapsodis, ti thënë Bledi Arkola, po Bledi Mulligjiu. Kjo është ndryshimi i emrave që na bëjnë gjithë. Fredi Rapsodis, Bledi Mulligjiu, pra ne mbas të asaj që krijojmë, ne marrim mbi emër që jemi. Po. Vendosmëria me qëndru me idenë fillestare. Kur e ke hap ti e më mendon, unë kam marrë 2007, në 2008 kam hangër. Po. Në çfarë viti ke hap ti, fal? Unë kemi hap në 2020. Me 2006 më fal. 2006, po 2007 kam marrë 2008. Edhe më tha, duhet më shku se s'bante Fredi me hangër që. E ti the, nga doli ky. Jo, kam marrë 3-4 herë kam marrë. Po, ne jemi dhe miqë të vjetër. Realisht, unë duhet ta pranoj, jo se duhet ju them edhe kolegëve të tjerë. Sa herë të shkoj te Bledi vjen për ditë vëm ciklet dhe nuk të merr as lek. Ja, mos pra, nuk shkojmë kur shkojmë. Po. Lënë mos e na bëni ciklet. Po lënë se ta marrin vesh edhe të tjerë. Vinë haj pa lek ose. A ka vinë të tjerë marrin pa lek? Ja, më. Po i rall çe vllai dhe më ul përballë, më ul me shpinë se për të mos njoft. E thash, mos i ço fatura asaj tavoline. Jo, dërgoj poshtë, se nuk do të se unë tani fla, se do të me bë me net për shefin e vet, okay, edhe me bë dhe faturën. E thash mos i ço se e kam njoft nga mbrapa. Ne kemi kurorën e flokut që na ka flokun se. Po bra. Ne do të mirë makaronin. Ata garofre për mua ka një strukturë shumë madhe. Bide kisha një masterclass të vogël, edhe po diskutoshin edhe për standardin e pastës. Edhe pyetja që i bëra atyre i thash, cili është gjëja se sot për sot kushton më shumë? Gjithë më thoshin makaronja, mishi, peshku, havjari më thashin, se shkojnë të këto produkti, thash. Jo, i thash, është njëri. Po cila është shef, më thajtet, i thash, është koha. Koha është ajo që kushton më shumë gjë më gjë. E për të kuptu një past ose një produkt sa është cilësor, duhet të kuptojnë e filozofinë atij produktit si është përpunuar. Se landa parë nisem se gjithë e kemi të mirë. Nuk kërkush, unë mendoj nuk gënjen të pjesa e cilësisë të landës parë kur e merr. Po te pjesa e përpunimit, ajo është që bën diferencën e cilësisë të produktit. Dhe unë them se pas garofre futet nga ato makarona se kanë një standard lart që i dedikon kohën e plot dhe kohën e vet, si në tharje, si në përpunim. Se ka strukturë. Ti më thuj që të timoj. Tu ngene tu pije, tu hangë dhe tu folë. Besoj ti vetëm thuj se sa janë pastat gati, se ti di më mirë se unë. Por dhe ideja, që unë tani të vitet ti e të gatujt e ti vjen, është shumë e bukur, është super perë. Herën tjetër do vinë në Tiranë, do të fosëm ty në punë.
Pa ti hedhin, a janë gati makaronat? Fjallë dhamë e kam tutën një, he? Pa tjetër. Janë gati makaronat që ti hedhin? Po. T'ja hedhe këtë? Idhi. Kur dush? Atë bëj gati pjatat? Po. Lulet e kundi hedhin gjithmonë në fund, me qenë se këto nuk ka nevojë për të gatuar, thjesht janë si aromë dhe si Shkojmë të një pjatë blu apo çfarë ke qef? çfarë dush ti. Kjo ka nevojë vetëm për montekimin e vajit. Zeptri për mua është në ato, është pjesë e familjes time. Janë do pjata që të bëjnë të... Fërë ti ki hapë dhe në Tiranat e Burger King, e Burger... Po, Lelek Burger. Lelek Burger. Lelek burger. Super, është e kam afër shtëpisë aty. Te bledi harxhon shumë lek. Jo, jo. Për djalin. Djali po, është në alë vitë mori aty thash provoj e bau, tha si është. Të kam nisë edhe video. I pëlqeu shumë. Në mënyrë se ata kanë ti të thuj ta but malle, një burger me krahasim me një burger standardet, më ti të marr një përsipër edukimin një brezi komplet tjetër. Dhe atë përshmëria aty është një burger artificiale, dhe ti jep një burger tamam me Tu ka shije. nevojë për shumë nim, realisht sepse nuk është e lehtë Po pra, për ndryshuar një koncept. Dhe i bëj thirrje gjithë kolegëve, gjithë dashamirëve të ma japin një dorë që ndryshojmë këtë koncept. Po. Të një fast food i shëndetshëm, secili prej nesh është prim. Fast good, kjo është fast good. Fast good. E bukur. Fast good. Fast good. Kërkoj ndihmën gjithë kolegëve, miqve dhe dashamirëve që të shkojnë ta bëjnë provën e Lelek Burger, duke dhënë opinionin dhe eksperiencën e tyre. Nuk ka probleme, ne pranojmë edhe kritika. Po aty që ftoj gjithë që ta bëjnë provë dhe të na japin edhe një opinion. Hare zor, jo presim Tiranë te Lelek Burger. Pse e kom shi? Të shkjo është gati. E kam një surprizë për ty. Po. Nuk e di si je. Na i foto Harbert Koca, shkoj që i vogël. Jo, vogla. Nuk e di, në zakonisht gjithë kanë ato pyetjet i bëjnë kështu me gjana. Unë kam tenxherën e pyetjeve, tepsinë e pyetjeve. Janë pak kështu. Unë besoj se mas një gotë verë apo një gotë rakie. Liron gjon. Është e përballueshme, nuk është Po. Kjo kam pi gjysmë gotë verë. Po mirë deri dikun. Po nuk do japim asnjë pa. Unë sa si ishin fatura ata. Jo. Ta kishte ditë kisha hedhë. Gjëja me lepsat për të pagu. Po. Mos. Ta pyesim ki fut në pyetje të çuditshme apo se ki pari. Kur dush je gati. Okej, unë jam gati, vazhdojmë. A do me ti mu? Jo, vetëm bani atë, ti edhe pak kështu lulet çepe, don? Edhe bani atë montekimin me vaj, don? Okej. Okej, super. Opala. Super. Igjo, nuk e di pse gjithë këto brezi i ri që donë mu bon kuzhinier, i pëlqen marrë fillë të... Baba, Titigani edhe është... Unë kur punoja me japonezin, që kam bërë 3 vite, le themi apprenticeship, si quhet anglisht, me japonez. Po. Dhe nësia ma e madhe Fredo, dhe kjo nuk është për asaj që na ki thonë me thonë. Nësia Po, ma... pamra ka punën e vetë. Po, nësia ma e madhe ishte me i la thikat shefit. Wow! Nuk e e pra shansë, dhe s'ke për i la ti, ka për i la filoni. Mi la thikat, si dhe ata thikat e japonez që në hekër. Po. Pra kur t'jep të shefi kuzhinës të drejten me i la thikat. Ti thosh unë... Jo më kalu të Titigani. Vetëm me i la thikat. Dëgjoni gjithë ju nimsa. Nga ky moment do fillojmë. Ti si lan, ti i la. Okej, ne na Ka të gati. bukur ideja. Të dash vlerësi. Vetëm i la thikat. Po japonezët dini se kanë atë shkolla një hierarki, se kanë të shmendme. Duhet vite me humor. Janë super. Ata liroj venin këtu përpara? Patjetër. Shumë dora bledi. Shumë faleminderit për ftesën. Shumë si bledi, arshim këtë vend. Ju sugjeroj Sepse është një trend i ri, fantastik. Ftoj një mik edhe të gatuj ai. me shfrytzu më thut në punë. Unë bëj kokrën e shefit. Pa të gëzuar. I të bëmë hide s'ki pi fare vend ti, gëzuar. Unë? Po çfarë?
Një knasi me të vërtet. Unë e mora pak me stres para se me ardh. Thash në kamerë ke pjesë apo? Po, vazhdo. Mbaje, dhe kjo është super plan. Jo, edhe thash masa si të shkoj atje në studio, do të jetë një show gjë më dhe kur vjen këtu të jep një ndjesi familjare më të madhe se sa kur e shet më ke më kapi stres gjithë rrugës. Le që ishim në Venesë si gjithmonë. Ja, man, Nuk më falen pjesë jonë. Unë kam punu me japonezë dhe me ardhë në Venesë është Ishte pak keq, ë? atje. Ti shërbejmë? Po. Sa vetë do hajnë? Pak nga ti, pak nga unë. Ke parasysh, mua aty si më duhet ky program. Ke parasysh nga ato mas diskotekës nalës ti me shok, njëri bën një makaron, ti këtu e ham kam, shijon, batut. Zakonisht mas diskutet shko më harë një burger të Leleku Burger, është një top, s'ke mundësi me gatuit, por që nejse. Na lumë shindurët, se vetëm mund s'mana gjak, të kështu që. Jo, më ashtu. Kisha mram një klient në orë 1:30, Wow. fut marrë një emër kështu, familjar dhe më thënë, edhe tha du më harë diçka, i thash po qa 1:30, edhe ne po sënë thika për me pasallën gati për nesër. Edhe kam ba mram në orë 1:30 roshnica me kosh bret kolce. Qa thumë? 6 orë para, sa i bjep. Shumë shëndurët. Raf mirë, na lumë shindurët. Am lehtë me thonë sa është e mirë? A tha mund. Super. Atë nëse ka një habinim të mirë. Ka super një habinim. Janë shijet pastër, thjeshtë, nuk është se... E kam lanë vetëm të qepa nga që ka dhe shijen e verës edhe si peshk. Mos me ngargu. Lulja ku mëse ne pak aromë dhe... Super mirë. E tham, kur kam një kokën klasë kështu e ke parasysh se ti do flasim për ushqimin ma bërë në provë, i tham një gjani. Që ju ushqimin, ose për ta bërë provë, do të njekush gjithë procedurat si të puthesh. Po. Mbyllësh syt. Kam frikë nga ato pyetje tani, nga të gjëra pyetjeve me këtë çese. Hajde bërëm. Tani do të pi pak vend. Afrej që gotën, qëra shumë. E parë se të janë që ti e ke eksperiencë me ato pyetjet. Pa janë shumë çuditshme. A bën mos me mor këtë pjesë për sipër. Si vjen kjo mos e? Duke që jam 84 unë. Edhe ja. Jam mësu me Super. me qëmër. Mbyllësh syt, zgjidheni. Kush i zgjedh ta pyetje? Ja, se janë kaq shumë me spet. Ishte i marë. Ma për një zoti. I dole djerë. Atëherë, cila është sekreti një pjate perfekte? Ka të bëjë më shumë me teknikën apo me dashurinë e përgatimin? Me të thënë drejtën, kjo është një pyetje që më nëroj e që më ka rokjo, se s'du me di që ka të gjeja mërë, no? Por që realisht teknika është shumë e mirë, por në qoftë se nuk ke dashurinë për një produkt, unë e shikoj, ku shkoj në kuzhinë me nerva, dhe nuk jam humor, reflekton aq shumë ajo energjia tek pjata, sa që nuk e ke ide me pas pak o gjetë Thermomix, çfarë lloj pajisësh, teknikash, induksion në çat dushti, nuk ka rezultat. Më shumë se dashuria për produkt, ndoshta është diçka që si puna ti mazare tradicionalisht. Po kjo është e domosdoshme. Dashuria për një produkt, si e pret, si krejt energjia që ti i bën, dashuria është kryesore, sinqerisht. Nuk ka vlera si gjatë ditës para asaj. Shumë E faleminderit. hoqeni. Prapa? 3 janë. Ti edhe Po, dy. pse s'më the më? Me reamen. Prapa? Po, Unë thash se ahulla me... Unë ty përshëndetes edhe i përgjigjet bukur. Për ty. A keni një gati të ti? O, zot në rruj. Ti nuk e lexon pyetje që të bëjë një përgjigje sa duhet. Të vajzë di. Si dhe klienti me vështirësi që keni pasur ndonjëherë në sa në pyetje si e keni menaxhuar situatën? Kjo me spet. Realisht, klienti më i vështirë në një restorant është ai që nuk e di se çfarë don. Okej.
Po. Edhe në këto raste, përshtatja me një person që nuk e din se çfarë kërkon, është psikologjia dhe psikopatia më e madhe që mund të ekzistojë brenda trunit atë, sepse ti nuk e din se çfarë don. Pra një klient që e din se çfarë don, është e kollajt, se ja gjen ata pikat. Por ndërsa një klient që nuk e din se ky është klienti më i vështirë, që nuk e din se çfarë don edhe ka ardhur në event që nuk e din se ku është. Në këto raste pastaj do të me lexu, le themi mu bë paragjykus me pasi kallep dhe më u përshtat. Edhe kjo është përshtatja, një klient që nuk e di çfarë kërkon është gjëja më e vështirë, por që nëse ti nuk don më u përshtat atij, atëherë ke një rezultat që ai vazhdon edhe me ato iluzionet e veta dhe E bukur. Jo, më pëlqen kjo vështrimi. Është sa e bukur. Ai është problema, klienti më problematik, ai që nuk e di se çfarë don. Sepse mund të vijë ashtu. Bëre zemrën. Po, prapë. Sholla nuk është. Nëse jemi merr dorën, bëjmë katër. A është? Kuzhina tash për ju? Se po. Po. Fol tamaj. Fol tamaj. E di që është një pyetje e tillë këto marrë. Ka le çiksu. Fol tamaj po desh. Atëherë. A është kuzhina dashuri për ju? Nëse po, ai nuk bëhet xheloz e gruaje për këtë. Okej. Unë dashuria ka shumë aspekte. Sepse ke dashuri për fëmijë, ke dashuri për gruan, ke dashuri për pasionin e këtyre gjërave. Edhe kjo lloj dashurie që kam unë për kuzhinën nuk kategorizohet dashurinë që kam unë për gruan ose për familjen. Ajo për fat mirë për mua fakti që kur nuk do më gatun ajo, unë kam kuzhinë, kështu që e përfshi me tenxherë dashurinë e kuzhinës sepse është pjesë e rrugës dy punë. Po rrugës dy punë. Edhe por që faktikisht fjala dashuri për kuzhinën është një kategori komplet tjetër. Edhe ndoshta han më shumë, jo, edhe te pjesa e konceptit dashurisë. Han më shumë energji kjo e kësaj. Sepse po të kuzhinës. Jo, kuzhinës, sepse nusët bashkohen diku bashkë. Dhe interesë. Dashuria po. Kurse kjo s'vjen afër fare, duhet më afru ti kësaj. Edhe kontributi për me bë këtë lloj dashurie me kuzhinën ka sakrificë më të madhe se ajo që për familjen ose për Me pak fjalë, s'ka më Allah. ne i dedikojmë me shumë kohë kuzhinës, gjithë pasionin ton, Absolutisht. po nuk harrojmë edhe familjen. Patjetër.